Ndërkohë që Partia Socialiste e ka kyçur gojën në lidhje me Belinda Ballukun, flet Baton Haxhiu. Dëgjojeni. Nëse ka përdor fjalën kurrë që i dedikohet një njeriu, nuk më shkon në këtë që prokuroria bën, është poshtrimi i personaliteteve. Baton, problemi nuk është fjalori që përdor Belinda Balluku, por fakti që Belinda Balluku merr leje nga Edi Rama për të shpallur fituesin e tenderit të koncesionit të Llogaras. Ky është problemi, Baton, nuk janë fjalë të ndyra, por sidoqoftë nuk është faji i Spakut se Belinda Balluku i referohet Edi Ramës me fjalë të ndyra. Kjo është përgjegjësi e Belinda Ballukut, por sidoqoftë Spaku nuk e akuzon Belindën për fjalorin që përdor. Tani ke një detyrë shumë të vështirë, Baton. Partia Socialiste nuk ka kurajon të dalë e të mbrojë Belinda Ballukun dhe ka nxjerrë ty me porosinë e Partisë Socialiste ti del studio më studio dhe flet për grusht shteti, për poshtërim të akuzuarve si Belinda Balluku dhe nuk thua asnjë fjalë për vjedhjet e qeverisë në për tendera dhe në për koncesione. Kjo është një luftë dhe duhet jetë e qartë për të gjithë qytetarët shqiptar. Është betejë midis të korruptuarve dhe Spaku dhe drejtësisë. Të korruptuarit nuk flasin dot vetë dhe përdorin mediat dhe analistët për të sulmuar Spakun dhe drejtësinë.